Qa kalut? Na jo bash mirë, jo si jo. A është mirë? A mundemi? Atëherë faleminderit shumë, si që deni unë kam bo thirrje sot për kryeësinë e kuvendit. Qëllimi ka qenë me i hop diskutimet për 3 çështje, por edhe disa pika tjera të renditës që kanë mbet nga legislatura e kaluar. Fillimisht po ju njoftoj se arsyeja e vetme ka qenë për shkak se jemi në rrethonat e jashtëzakonshme. Është e vërtetë që asnjëherë në historinë e Republikës nuk ka ndodhur mbledhje të kryesisë pa votimin e qeverisë, po meqense ditën e diel nuk u votua qeveria, atëherë unë morë parasysh disa çështje urgjente që i pret vendin, unë kam dashur me i thirr anëtarët e kryesisë për me diskutu këto çështje. E para ka qenë çështja e buxhetit të RTK-s. Unë kam taku edhe sindikatën, edhe bordin, dhe sa për njohurinë tuaj, drejtori i s'ka dhënë afati të premten, edhe RTK-ja është pa buxhet. Unë pas diskutimeve që i kam pas me ta, si kryetar kuvendi i kam dhënë mbështetjen edhe formën e vetme për me ecë përpara e kam pa ku na si kryesi i themelojmë grupet parlamentare, gjithashtu i bëjmë ndarjen e komisioneve parlamentare, i votojmë në një seancë ku pastaj kam kërku që të votohen këto raporti i RTK-s në Komisionin për Buxhet dhe Financa edhe të ekzekutohet pro buxheti për RTK-n që duhet të ndodhë mbrana ditës. Unë kam paramenduar që do të gjej mirëkuptimin sot te anëtarët e kryesisë. Rrjedhimisht kam dashur të bëj kërkesë për me ftu seancë të jashtëzakonshme nesër në mëngjes, për me përfundu themelimin e komisioneve, pastaj komisionet kanë mujt më njëherë pas seancës me i votu raportin e RTK-s dhe RTK-ja me pos buxhetin, ku dhe drejtori ka pos edhe mandat për ekzekutimin e pagave dhe gjithçka tjetër që shkon te shpenzimet e financave. Çështja e dytë ka qenë gjithashtu votimi i buxhetit, diskutimi për buxhetet e 3 komunave, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok. Këto janë 3 buxhete që kanë mbet. Unë pas diskutimit që kam pas me ministrin Murati dhe me qeverinë, ata më kanë treguar që është e domosdoshme me i shty përpara këtu për shkak se kanë pas problem pagesën e faturave, e pastaj këtu fatura do të mbledhen nga përmbarues që është dëmtimi i buxhetit qytetësisë këtyre komunave. Dhe çështja e tretë ka qenë gjithashtu edhe buxheti vjetor i Republikës Kosovës. Edhe për këtë e kam shtruar në diskutim me anëtarët e kryesisë. Mirë po, fatkeqësisht asnjëra nga këto pika nuk kam gjetur mirëkuptimin. Për këtë na e dim që jemi në situata të jashtëzakonshme. Nuk është e zakonshme me u mbledh kryesia, por mendoj që ose s'poku kam pritë se sikur të kish pas një vullnet politik, ka qenë bindja ime e thellë që s'ka pas asnjë shkelje ligjore e kushtetuese për me themelu komisionet, për me mujt me procedu me buxhetin e RTK-s, 3 buxhetet e komunave dhe buxhetin vjetor. 3 komunave, po çdome edhe RTK-s, e për më tepër janë mbi 700 punonjës në RTK që nuk do të morrin paga për pasojë. Unë mendoj se sikur të kishte qenë një vullnet i mirë në një bashkëpunim mes subjekteve politike, mendoj se do t'ja kishim dalë që nesër të ishin ekzekutuar këtu, por fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur dhe gjendemi para një situate tani ku RTK-ja mbet pa buxhet, 3 komunat gjithashtu do të kenë probleme financiare dhe për më tepër buxheti i Republikës gjithashtu nuk është procedu.